Nga pasionit e profesioni ishte tema një projekti që aspirantët për shkollën e drejtorëve prezantuan para nxënësve të shkollës së mesme 28 nëntori. Aktiviteti konsistoi te prezantimi disa broshuarave për këshillimin e nxënësve të klasave të 11-ta për mundësitë të ndryshme në arsimin e lartë. Aktiviteti i sotëm që organizohet në gjimnazin 28 nëntori është njëkohësisht një bashkëpunim ndërmjet këtij gjimnazit dhe shkollës së drejtorëve. Një program i zhvillimit profesional të mësuesve të arsimit parauniversitar i financuar dhe organizuar nga Fondi Shqiptar Amerikan i Zhvillimit. Projekti i sotëm ka për qëllim që të promovojë broshurën e hartuar nga një grup aspirantësh të shkollës së drejtorëve, i cili informon nxënësit e gjimnazeve në lidhje me mundësitë e tyre të studimit në universitetet shqiptare dhe perëndimore, duke i prezantuar qoftë me oportunitetet që ofrojnë këto universitete, por njëkohësisht edhe mënyrën e aplikimit dhe tarifat e studimit që aplikon secili prej tyre. Qëllimi i realizimit të këtij projekti është t'ju vinë në ndihmë nxënësve të shkollës 28 nëntor nëpërmjet një broshure se si ata të orientohen në zgjedhjet e tyre për karrierë. Është e nevojshme sepse ne jemi mësues dhe ne nuk shkëputemi nga nxënësit, edhe pasi ne i nxjerrim nga duart tona, ne i ndjekim ato dhe jetojmë me shqetësimet e tyre. Her pas here në diskutime qoftë edhe të lira, ne kemi vënë re se nxënësit kanë dilema në përzgjedhjen e studimeve të larta. Duke bashkëpunuar dhe me nxënësit, ne e pam të arsyeshme të hartojmë këtë broshurë. Pjesë e këtij aktiviteti u bën dhe figura frymëzuese për nxënësit që kanë pasur një karrierë të suksesshme.